Lexo. Po kush je ti më thonë mu lexo? Unë jam ai që kam kriju, a ti bon. A kuptoj? Të kthen bazë. Kjo është surja e zbritur. Surja e renditur, çka është? Edhe aty të kallzon kush jeti. Ihdina siratal mustaqim. Udhëzon, çai bën? Unë jam i humbur, jam i padijshëm, jam i lehtitur. Unë s'di kur gjë, ti udhëzon. Tash shkojmë tutje. Kur ti e pranon autoritetin. Sot njeriu e ka problem qitë autoritet. E pse më na mësu Zoti gjithçka? E pse feja më na ka dhënë gjithçka? Pse na zban vetë me bon? Zban. Për shkak se ai është autoriteti pa kontestueshëm, i cili ai na mëson çka është e mirë dhe e keqja. Pa e pranuar këtë autoritet, s'ka besim. Autoriteti i pa kontestueshëm kush është? Allahu te barthala. Referenca, shpallja, pozita e ku është? Robi Allahu xhallahu ala. Nëse çdo trija njeri ka në rregull, si bën dobi, as si bën dëm, domethënë, si bën dëm, as me pas miliardat, as pushtet, as dije, këtë pastaj i menaxhon përmes tre faktorëve që e stabilizojnë udhëtimin e jetës kësaj bote. Në momentin kur ne ka problem me autoritetin, ka problem me referencën, ka problem me pozicionin, gjithçka pastaj është kaotike në jetë. Gjithçka është problematike, gjithçka shndrohet pastaj në burim të rrezikshmërisë, jo të sigurisë.